Kristja është gjysmë italian, gjysmë shqiptar. Ka lindur në Itali, është rritur në Itali, ka ardhur të punojë në Shqipëri. Po. Prodotto, shpjegoja. Unë nuk vi nga një familje që nuk ka aktivitet, shqyqyr kemi një aktivitet sportive në Treviso, afër Venecias. Jam 18 vjeç që merrem në sport ujore, edhe shoqata jonë në Treviso nuk merret vetëm me turizëm, po merremi edhe me shkolla, merremi me industriet, bëjmë team building, edhe faktikisht unë erdha këtu për zoti Zamo, edhe duhet ta falenderoj pse po mësoj edhe pjesën e raftingut që më mungonte, edhe jam shumë i kënaqur që të njoh edhe juve. Dhe i kënaqur që të punosh në Shqipëri. Po. Pastaj çfarë do bësh, do ikësh prapë? Jo. Nuk do ikësh. Jo, në sezon do jem këtu, në dimër do jem atje për projekte, pse edhe atje duhet të vazhdojmë. Po, patjetër. Gjëra që fillojnë duhet të ecim. Ti je shqiptar nga nëna apo nga babai? Nga nena. Nga nëna shqiptar nga babai italian. Po, berat. E shkon? Ja. Arrivederci. Arrivederci a voi.